Përshëndetje miq, le të hapim bashkë një pako nga shenjti. Kam marrë disa gjëra, por në fakt i kam darë në seksionet ndryshme. Në këtë video kemi goxha gjëra të lezetshme. Një përshëndetje këtu nga macja ime. Kjo është një copë, në fakt ishte unë e mendova për mbulesë tavoline dhe realisht më pëlqen shumë se duken vetëm to lulet lart në tavolinë shumë e veçantë. Unë do mundohem që t'ju gjej kodet përkatëse për këto, që në momentin që e kërkoni të dali fix ky produkt, nëse jeni të interesuar për ndonjërin apo ju pëlqen dhe doni ta merrni, ose t'ju ale dhe linqet poshtë në description. Por realisht janë gjëra shumë të lezetshme dhe nuk kushtojnë shumë. Të kodin e këtij nuk e kam gjetur në fakt. Kjo është një mbajtëse këpucë, shapkash më tepër për shtëpinë, montohet kjo që ndron në këmbë dhe vendos shapkat që mos t'i lësh poshtë, pra dhe të bëjnë rëmuj. Kjo siç duket për të prerë mollën, është goxha praktike se unë nuk e ha dot mollën ashtu. Kjo është si kulles për të marrë diçka për të kulluar, pra diçka ose përdoret në kuzhinë. Këto ishin set dhe përdoren në vende të ndryshme dhe unë prandaj mora, ishin pak të vogla ato në fakt për të lyer tavat ose ku di unë. Ndërsa këto janë tullumbace, siç i shikoni dhe në foto, krijojnë një ambient fantastik, shumë të bukur për festa, për ditëlindje, për çfarë doni ju. Këto ishin dhe blerjet e mia për sot, do ju lë poshtë në description të gjithë linqet dhe më ndiqni, bëni subscribe për videot e tjera.